Atëherë, shpeshësia numrit të vrasjeve në Kosovë mund të jetë si pasojë ndërlidhjes apo kombinimit të disa faktorëve, duke filluar që nga dështimin e parandalim, pastaj nga mungesa e ndeshkimeve efektive. Pastaj kemi edhe rrënimin e normave sociale, po ashtu edhe shkeputjen e raporteve komunitare, përkatësisht atyre familjare, që me të vërtetë është një situatë me të vërtetë shumë e dëmshme për shoqërinë tonë, edhe shkputja këtyre raporteve. Në momentin kur individët i shkputin këto raporte dhe i rënojnë normat sociale, atëherë individët bëhen ma rezistent ndaj konflikteve, përkatësisht nuk bëhen rezistent ndaj stresit dhe dorëzohen dhe si diçka tjetër. Kur ata dorëzohen përballë stresorëve të ndryshme të jetës dhe faktorëve të ndryshme, atëherë aftësia atyre logjikuese zbehet dhe individët mund kryejnë akte të dhunës. Pse rinia po përfshihet gjithnjë më shumë në raste të ngjashme, apo ndodh kjo pikërisht edhe nga varësia që e kanë ndoshta edhe nga droga? Vetvrasjet si fenomen kanë një numër të shkaktarëve të cilët i shtyn individët në shkudrjetu. Kur jemi tek rinia, më lejoni t'ju them që rinia në disa raste është përballë ekspozimit të skajshëm të dhunës e cila jepet përmes mediave apo mjeteve të ndryshme të informimit. Pastaj është mungesa e perspektivës së atyre individëve në shoqërinë dhe në vendin ku ne jetojmë, pra vendi jonë nuk i ofron perspektiva rinisë. Dhe si diçka tilla ta kërkojnë mjetet ndryshme që të afirmohen dhe të ngriten në një nivel ndryshe dhe këtë e bëjnë përmes realizimit përmes mjeteve ekstreme. Ndërsa kur jemi tek substancat apo tek varësia, apo supozojmë atëre përdorimi i substancave narkotike e ul kontrollin mbi impulset dhe si diçka tillë ulja kontrollin mbi impulse e rrit agresivitetin e individit.